Krishtlindjet po afrojnë dhe kjo do të thotë që është koha të fillojmë të zgjedhim dhuratat, një aktivitet që disa e urrejnë dhe disa e duan. Cilat shenjat e zodiakut kanë një tendencë të lindur për të dalluar kur zgjedhin dhuratat duke krijuar lidhje të veçanta përmes tyre? Gaforja. Gaforët njihen për natyrën e tyre të dhëmshur. Aftësia e tyre për të perceptuar dëshirat dhe nevojat e të tjerëve i bën ata të shkëlqyren në zgjedhjen e dhuratave kuptim plote. Ata janë të ndjeshëm ndaj ndjenjave të tjerëve dhe zgjidhin dhurata që përcjellin ngrohtësi dhe dashuri. Gaforët shpesh e kalojnë shumë kohë duke menduar për dhuratat e personalizuara që pasqyrojnë lidhjet e tyre emocionale me Marsin, duke krijuar një lidhje të veçantë përmes dhuratave që japin. Virgjëresha. Preciziteti dhe vëmendja ndaj detajeve janë të dukshme në aftësinë e tyre për të ofruar dhurata praktike dhe të dobishme. Njerëzit e kësaj shenje analizojnë me kujdes preferencat dhe nevojat e atyre që i rrethojnë, duke kërkuar dhurata që janë funksionale dhe që mund të përmirësojnë jetën e përditshme të Marsit. Peshorja. Dërshenja që bie në sy kur bëhet fjalë për dhënien e dhuratave është peshorja. Dashamirës të bukurisë, elegancës dhe harmonisë, peshorët kërkojnë dhurata që janë estetikisht të këndshme dhe përputhen me shijen e Marsit. Aftësia e tyre për të marrë në konsiderat të dyja anët e një çështjeje përkthehet në dhuratat e ekuilibruara që sillin gëzim dhe harmoni për këto që i merr ato.